Ekonomia e vendit tonë është fragile. Konflikti i ri mes Iranit, Izraelit dhe SBA-ve do të ketë impakt negativ në ekonominë vendore, por edhe më gjerë, thot akademiku Abdulmenaf Bexheti, duke shtuar se ekonomia e vendit tonë mbetet e ndjeshme ndaj zhvillimeve të jashtme, veçanërisht në sektorin energjetik. Akademiku Abdulmenaf Bexheti vlerëson se një ndërprerje e mundshme e furnizimit global me miliona fuqi naftë në ditë, si dhe mbyllja e ngushtisës së Hormuzit, do të shkaktonin rritje të menjëhershëm të çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Sipas tij, një skenar i tillë do të prodhonte efekt zinxhiror në ekonominë vendore, rritja e kosteve të importit të energjisë dhe të përkthehej në shtrejtim të transportit, prodhimit dhe shërbimeve, duke ushtruar presion shtesë mbi inflacionin dhe standardin jetësor të qytetarëve. Po sigurisht se ndikimi ekonomik, jo vetëm në rastin e Maqedonisë, por ne tash ta fokusojmë në këtë segment tek ne, do të jetë shumë i lartë, posaçërisht kur punohet për aspektin e një produkti strategjik, siç është nafta dhe derivatet e naftës, i cili në një mënyrë apo tjetër si bazë energjetike, bilancit energjetik të vendit, pothuajse merr pjesë në të gjitha aktivitetet dhe krijimin e zinxhirit të çmimeve. Ashtu që vetvetiu reduktimi eventualisht i prodhimit, se si që dini kapaciteti prodhues i Iranit vetëm është diku rreth 20 milion barel prodhim ditor, dhe nëse kësaj do t'i shtohet edhe prodhimet e Arabisë Saudite dhe vendeve të Golfit, e që rrezikojnë kjo edhe randon më tepër edhe ngushtica e kanalit të Hormuzit, janë dy komponente që në një mënyrë apo tjetër drejt për drejt do ndikojnë në rritjen e çmimit të naftës dhe derivateve të naftës, dhe kjo mandej implikon rritjen e çmimeve të gjitha produkteve tjera. Në rastin tonë ne jemi energjetikisht të mvarur, sepse ose kemi kështu burime energjetike, e në anën tjetër kuptohet se sapo jemi fragjile dhe në aspektin e inflacionit. Akademiku Bexheti thot se reagimi i institucioneve në shtetin tonë në këtë rast duhet të jetë i menjëhershëm dhe i qelluar. Në këto situata mendoj se institucionet është mirë ta marrin masat e mundshme, posaçërisht me njëherë në konsolidimin e rezervave shtetërore, që spaku të mund të sigurohet një sasi e rezervave që të bypassohet apo të urrëzohet një periudhë e caktuar kohore derisa tregjet në një mënyrë apo tjetër të konsolidohen, gjatësisht të stabilizohen. Në të njëjtën kohë, ai apelon për kujdes të shtuar në menaxhimin e financave familjare. Sipas tij, qytetarët duhet të shmangin shpenzimet e panevojshme, veçanërisht ato luksoze, pasi një krizë e re energjetike dhe inflacioniste mund të cënojë seriozisht buxhetin familjar dhe planifikimet afatmesme. Njerëzit zakonisht në situata të tilla të kërcënimit global, do të kisha thënë se kjo nuk është një konflikt i izoluar dhe regional, pra tani më merr përmasa të infiltrimit më të gjerë geostrategjik dhe me implikacione të rrezikut edhe më të gjerë. Pra në këto situata patjetër sjellja duhet të jetë si njeri ekonomist, ja themi homo economicus. Në këto situata duhet të reduktohet konsumi luksos dhe të racionalizohemi se jemi në një prag të një krize të re. Kuptohet, kjo nuk do të thotë që të krijojmë një panik, një frikë, por megjithatë duhet të jemi racionalisht në sjelljet tona, qoftë si konsumator, qoftë si investitor. Bexheti nënvizon se pasojat nuk do të kufizohen vetëm brenda kufive të Maqedonisë së Veriut, duke qenë se vendi ynë është i integruar në tregjet europiane përmes eksportit të mallrave dhe shërbimeve. Një ngadalësim ekonomik në vendet partnere do të prodhonte efekte dyfish negativ, rënjet e kërkesës së jashtme dhe presion shtesë mbi bilancin tregtar. Në këtë kontekst, zhvillimet gjeopolitike në lindjen e mesme shndrohen në faktor me ndikim të drejtpërdrejtë në perspektivën ekonomike të rajonit dhe më gjerë.